Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar televizionistë të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në mektepin e xhamisë Muharrendçe dhe mysafir të sonton kemi Hoxh Amar Jakupin, me të cilin do të bashkëbisedojmë për një temë që ju intereson gjithë muslimanëve pikërisht në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Bëhet fjalë për zekatin dhe fitrat. Hoxh i nderuar, mirë se vini në emision. Mirë se u gjetë. Si definohet zekati në aspektin etimologjik dhe terminologjik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Falendrimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, ndërsa përshëndetjet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht desha që t'ju falenderoj për mundësinë e dhënë dhe lut Allahun xhaleshanuhu që t'ju shpërblej për mundin dhe t'ju jap sukses dhe bereqet në emisionet e ardhshme. Amin, falenderoj. Sa I përket zekatit, zekati konsiderohet prej ibadeteve apo adhurimeve më kryesore. Një ashtu konsiderohet rukën min erkanil islam, shtyllë prej shtyllave të islamit. Bile konsiderohet shtylla e tretë e islamit. Tash do ta definojmë zekatin në aspektin etimologjik gjuhësor, më pastaj do ta definojmë edhe në aspektin terminologjik. Në aspektin etimologjik, zekati ka më shumë kuptime, por unë do t'i ceki vetëm 2 kuptime që ndërlidhen direkt me zekatin. Kuptimi I parë është ennema az-ziyada, do të thonë shtim. Me anë të dhënies së zekatit ti e shton pasurinë. Në fakt, në realitet, kur e japim zekatin, paksohet pasuria jonë. Por Allahu xhaleshanuhu të furnizon min haythu la yahtasib, prej aty ku nuk e pret. Dhe për shkak Paksimi është me mendimin e njeriu, do të thonë me logjikën. Po, me logjikën e njeriu normal paksohet, ndërsa tek Allahu xhaleshanu ta dyfishon atë dhënie të zekatit. Një ashtu ka kuptimin e tuhur ose tahara, pastrim I pasurisë. Eventualisht gjatë biznesit ton, gjatë tregtisë ton, mund të hyjë një pasuri haram në pasurinë tonë. Dhe ne me dhënien e zekatit ne e pastrojmë pasurinë tonë. Ndërsa në aspektin terminologjik, këtë e definon më së miri Hasan bin Ammar ash-Shurumbulali në librin e tij të njohur Maraqil Fallah, Sharh Matan Nur al-Idah, ku e definon, thot temliku malin makhsus min shakhsin li shakhsin makhsus. Posedim I një pasurie e përcaktuar për persona të përcaktuar. Çka do të thotë kjo? Se shariati e përcakton pasurinë që e jep si zekat. Një ashtu shariati e parasheh dhe e përcakton për personat të cilët jepet zekati. Çka është dispozita apo hukmi I dhënies së zekatit? Hukmi apo dispozita e dhënies së zekatit është obligative, është farz dhe obligueshmëria e saj faktohet me argumente kuranore dhe argumente të sunetit dhe me ixhman e muslimanëve, që do të thotë me konsenzus të muslimanëve. Të marrim argumente kuranore. Argumente kuranore kemi të shumta. Do ta marrim atë shprehjen ku thot Allahu xhaleshanuhu wa atu zakata, në mënyrë urdhërore, jepeni zekatin. Një ashtu Allahu xhaleshanuhu e përmend së bashku zekatin me namazin në 82 raste apo 82 ajete, ku thot wa aqimus salata wa atu zakata. Jepeni, thot faleni namazin dhe jepeni zekatin. Dhe kjo tregon 82 herë Allahu xhaleshanu e bashkon namazin me zekatin,
Kjo simbolizon, tregon vlerën dhe pozitën që e ka zekati. Një ashtu argumente nga Suneti kemi te hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot, te hadithi ku quhet buniyal islamu ala khamsin, është ndërtuar Islami apo është ngritur Islami mbi 5 shtylla. Dhe shtylla e tretë thot wa itaiz zakah, dhe jepeni zekatin. Kjo janë disa argumente nga Kurani dhe Suneti. Me qenë se as shpesh përmendet në Kur'an dhe është urdhër i Allahu xhaleshanu, kush obligohet për dhënien e zekatit? Për obligueshmërinë apo kush obligohet për dhënien e zekatit, kemi në literaturën e fikhut të medhhebit ton, obligohet personi i cili është i lirë, jo robit. Robit nuk i obligohet dhënia e zekatit. Një ashtu të jetë në moshën madhore bulugut. Një ashtu duhet të jetë i mençur aqil për dhënien e zekatit. Një ashtu duhet ta ketë nisabin. Nisabi është domethënë ajo shuma e caktuar për dhënien e zekatit. Në qoftë se nuk e posedon nisabin, ti nuk obligohesh me dhënien e zekatit. Një ashtu e fundit është hawalanil haul, kalimi i vitit. Duhet ajo pasuri që ndroj të flejë në shtëpi, ta bëje vitin dhe për atë pasuri duhet t'japish zekat. Dhe një ashtu mos e harrojmë se zekati duhet të jepet me nijet, sepse nijeti në zekat është shart, është kusht, edhe në zekati është ibadet. Ibadeti duhet patjetër të jepet me nijet. Që dallohet ibadeti prej adetit, zakonit, duhet bëhet nijeti. Edhe me bërjen e nijetit, ti japish zekatin. Në Kur'an përmenden 8 grupe, Po. cilave u takon zekati. Po. Cilat janë? Janë 8 kategori, ne nuk do t'i him ajetit kuranar edhe pse ajet është në surën Taube, ajeti 60, por do t'i përmendim kategoritë. Kategoria e parë që përmendet në ajetin kuranar është el faqir, fukaraja, apo i varfër. Kush konsiderohet i varfër sipas shariatit? Sipas shariatit, i varfër konsiderohet ai person i cili ka pasuri, por pasuria e tij nuk e kap nisabin. Ki, sipas legjislacionit islam, konsiderohet i varfër dhe këtij i takon dhënia e zekatit. Kategoria e dytë është el miskin ingrat. Ingrat do të thot person i cili nuk posedon asgjë. Është më i varfër se sa fukaraja. Ki nuk posedon asgjë. Kategoria e tretë e personave që i duhet u jepet zekati është el amilin alejha. El amilin alejha janë personat të cilët e të bojnë zekatin. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pasur një lloj ministrie e financave. Është quajtur Beitul Mal. Dhe ajo ka mbledhur zekatin prej personave të cilët është bot tubimi i zekatit. Personat të cilët e kanë mbledhur zekatin në çdo shtëpi, këtyre personave për punën që e kanë bërë, ju është takuar dhe u takon një pjesë e zekatit. Ndërsa kategoria e 4 është el muallafati qulubuhum, për të përfituar zemrat. Kush janë këto persona që duhet të përfitohen zemrat? Këtu ka për qëllim për ata persona të cilët nuk janë stabil në dinin Allahu xhaleshanu, që janë labil në dinin Allahu xhaleshanu, që kanë imanin e dobët. Dhe ti me dhënien e zekatit u përfiton zemrat dhe ato afrohen më afër fes Allahu xhaleshanu. Pastaj e pesta është ar-riqab, për lirimin e robëve, jepet zekati. El-gharimine, persona të cilët janë të mbitur në borxhe, kanë borxhe të shumta, duhet t'u jepet zekati. Dhe e shtata wa fi sabilillah, luftarve në rrugën e Allahu xhaleshanu. Kush konsiderohet sipas shariatit luftar në rrugën e Allahu xhaleshanu në fikun Hanefi e përcakton kështu: personi i cili ka dëshirë të flakt të dalë në luftë, por për shkaqe dhe për arsye madhore nuk ka mundësi të dalë. Ne e dim se luftarët gjatë luftimit ato përfitojnë nga plashka e luftës. Dhe ky person që nuk del ki ngelet në shtëpi dhe nuk ka mundësi që të përfitojnë nga plashka e luftës. Dhe këtij personi ka pas dëshirë,
por pamundësia ka qenë e madhe dhe nuk ka pat mundësi të dale, dhe këtij personi i takon që të marrë një pjesë prej zeqatit. Dhe e fundit, wabni sebil, personi i cili ka mbet në rrugë. Ky person mund të jetë edhe i pasur, të ketë pasuri të shumë, por pasuria e tij është në vendin ku jeton. A këtu ku ka mbet në rrugë nuk ka parë, dhe lejohet dhe obligohet që t'ja japim zeqatin edhe këtij personi. Edhe nuk i jepet zeqati të pasurit i cili arrin nisabin, një ashtu nuk i jepet zeqat fëmijës së pasur, fëmia i cili ka pasuri të trashëguar, këtij fëmije nuk i jepet zeqati, një ashtu zeqati nuk i jepet paraardhësve, babës, nënës, gjyshit, gjyshes, nuk i jepet zeqati. Një ashtu edhe pasardhësve, djalit, vajzës, nipit dhe mpesës. Në kohën e sotshme, më shumë intereson në ato të cilat i posedojmë se si të japim zeqatin. Për shembull, në ari, në argjend ose në monedë. Po. Sa është nisabi? Zeqati në ari, apo nisabi në zeqatin e arit, është 91.6 gram. Në qoftë se arrin këtë shumë, dikush e më tepër apo e përpjet, duhet ta jep 2.5% e saj. Ndërsa zeqati në argjend, apo nisabi në argjend, është 700 gram. 700 gram, prej 700 gramve duhet të jepet 2.5% i saj. Ndërsa në vlera monetare bazohet apo përfitohet nisabi nga ari. Ari, thamë më herët, është 91.6 gram. Edhe kjo, sipas berzës aktuale, gramazhi i arit është 88.25 euro. 88.25. Si llogaritet zeqati në monedha? Zeqati në monedha llogaritet 91.6 herë 88.25 është e barabartë me 8.083 euro. Do me thonë, nisabi i zeqatit në monedha aktualisht është 8.083 e përpjet. Kjo ndron çdo herë, varësisht gramit të arit që e keni më. Sipas berzës aktuale. Ç'është sadakatul fitri? Tash kalojmë te sadakatul fitri. Dhe kujt i obligohet dhënia e saj? Po. Sadakatul fitri është një ibadet, adhurim, por adhurim quhet adhurim material. Dhe është adhurim e cila është ekskluzive vetëm në përfundim të muajit të Ramazanit. Ndërsa zeqati jepet edhe jashtë Ramazanit. Ndërsa sadakatul fitre jepet vetëm në përfundim të muajit të shenjtë të Ramazanit. Obligoshmëria është e njëjtë edhe si zeqati, duhet të jetë personi i lirë për dhënien e sadakatul fitrit, duhet të jetë musliman, duhet të jetë mukellef, do të thonë të jetë i mençur. Një ashtu duhet të jetë poseduesi i nisabit, në qoftë se nuk e ka nisabin e zeqatit, nuk e ka obligim ta jap as edhe sadakatul fitri. Koha e saj, më sakt, fillon në ditën e Fitr Bajramit, në Fejru Thani i thuhet në gjuhën arabe, apo Fejru Sadiq, më thonë mëngjesi apo sabahu i real, sepse sabahu ndahet në dy kategori. Fejrul Kadhib, mëngjes jo real, jo i vërtet, do me thonë s'ka hi hala mëngjesi. Dhe Fejrul Sadiq, ka hi mëngjesi, do me thonë me ezanin e sabahut, fillon dhënia e sadakatul fitra. Por mund dikush të pyet, a mund të jepet më herët? Po, jepet edhe më herët, lejohet të jepet edhe më herët, lejohet të jepet edhe më vonë, mirë po, kur vonohet hin në mekru të hrimen, do me thonë është e urirë. Pra shkak më mirë është të jepet më herët. Një ashtu desha të ceki këtu se i zoti i shtëpisë duhet ta nxjerrë sadakatul fitri për veten. Pastaj për fëmijët e tij në qoftë se janë të varfër. Fëmijët e tij të vogël dhe në qoftë se janë të varfër. Në qoftë se janë të pasur, prindit i takon të marrë prej pasurisë së tyre, sepse kanë pasuri ato. Një ashtu baba nuk obligohet, apo i zoti i shtëpisë nuk obligohet të jep sadakatul fitr për fëmijën e tij të madh, sepse ai ka mundësi që të punoj dhe ta siguroj
edhe t'jep sadakatul fitr. Dhe një ashtu, i zoti shtëpisë nuk e ka obligim t'jep sadakatul fitr për gruan e tij. Gruaja në qoftë se posedon dhe ka pasuri, ajo duhet ta jep vetë sadakatul Mirë, për nëse fitri. është dëshira mund të jep. Patjetër, në qoftë se është dëshira, mund edhe ta jep i zoti shtëpisë, nuk diskutohet. Çfarë produktesh mund t'japin dhe cila është sasia e dhënies? Produktet janë të cekura në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një saa hurma. Saa është një enë matse që ka qenë aktuale në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa është e barabartë kjo saa? Saa është e barabartë me 3 kg e 250 gram. Do me thonë, duhet t'i jepet 3 kg e 250 gram hurma në produkt. Po. Dhe duhet të jepet 3 kg e 250 gram elb. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon thot gjysmë saa. Gjysmë saa është e barabartë me 1 kg e 625 gram. E duhet të jepet 1 kg e 625 gram grur. Ndërsa medhebin ton, Hanefi, është më e mirë dhe më e preferuar që të jepet kundër vlera e saj. Do me thonë kundër vlera e produkteve. Të jepet në pasuri, në para, në moneda. Sepse kjo është më e lehtë për të varfërin. Se në qoftë se ne vetëm kufizohemi të këto produkte, atëherë nevojtari nuk do të ai mund të ketë nevojë për produkte tjera. Edhe ai do të kufizohet vetëm ato produkte. A kur do të jepish pasuri, ai do të merr diçka që ai ka nevojë. Kaq sa i përket zeqatit dhe sadakatul fitrit, edhe një herë ju falenderoj për ftesën. Gjithashtu edhe ne ju falenderojmë fillimisht që prezentuat në emisionin tonë, Zoti t'jape jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju urojmë agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.